lavdëruar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra. Mirëmëngjesi. Ju ftojmë që në këto çaste ta lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Ja paraqesim Zotit dhe këtë ditë që të na bekoj e që punën që ta bëjmë në dritën e kësaj lutjeje. Sot është e premte, java e 7 e kohës së bashkëve, psalmet i marrëm nga java e 3 e psalterit. O hyj me eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. I mirëpritur prej të gjithëve, zbardhi dita e shenjtëruar, ku Krishti Zot, shpresa e botës, u ngjit në qiejt e lartë. Triumf i luftës së madhe nga princi i vrar i botës, duke shfaqur ndër sy të Atit lavdinë e trupit fitimtar. O hare për gjithë e madhe nga Virgjra jon lindur, pas rrahjesh pshtymash pas kryqit, në selin atrore është ngjitur. Prandaj ta falenderojmë këtë mbrojtës të shpëtimit, që trupin ton do ta mbart lart në mbretërinë e qiellit. Qoftë për ne bashkë me qiellorët, për herë gëzimi për bashkët, për ata që u shfaq atyre, për ne që nuk është larguar. Tash kresht në qiell duke u ngjitur, tek ti zemrën tonë ngrite, shpirtin tënd edhe të Atit, duke na çuar prej qiellit. Amen. Antifona parë. Vazhdo të më pastrosh, o Zot, prej çdo mëkati. Aleluja. Psalmi 51. Ki mëshirë për mua, o Zot. Përtrihuni në shpirtin e mendjes tuaj dhe vishuni me njerëzën e ri. Krahaso Efesianëve 4. Ki mëshirë për mua, hyj sipas mëshirës sate. Pash mirësinë tënde, shlyeje mëkatin tim, Më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro prej fajit tim. sepse pranoj paullsinë time. Mëkatin tim për herë kam parasysh, Ty, vetëm ty të kam rënë në faj. dhe kam bërë ç'është keq para teje, Prandaj je i drejtë sa do të më ndëshkosh. dhe i paanshëm në dënimin tënd. Ja mëkatar unë leva, Madje në mëkate nëna ime më ngjisi, por ti që e do qiltërinë e zemrës. mi mëso thellësitë e dijes së shpirtit. Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër. Më laj e do të bëhem më i bardhë se bora, Bëj ta ndjej zërin e haresë e të gëzimit. dhe do të gëzohen eshtrat e thërmuara. Largoje shikimin tënd për mëkateve të mia. E resiti të gjitha fajet e mia, Krijoje në mua, o hyj, zemrën e pastër. për të ri në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate. Mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë, Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd. dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do t'u mësoj mëkatarëve udhën e shëlbimit. E fajtorët do të kthehen tek ti, Ma fal gjakun e derdhur, o hyj, hyj shëlbimit tim. dhe gjuha ime do ta shpall shejtrinë tënde, Zhdrivilloj, o Zot, buzët e mia, dhe goja ime do ta shpall lavdinë tënde. sepse ti nuk kënaqesh në fli. E nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s'të pëlqejnë. Flia vërtet për hyjin shpirti i penduar. Ti, o hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar të thërmuar. Pash mirësinë tënde, o Zot, bëj i mirë Sionit. Ndreqi përsëri muret e Jeruzalemit, Atëherë do t'i pranosh flitë e drejtësisë, flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet. atëherë do të mund të kushtohen më zetër mbilterin tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Vazhdo të më pastrosh, o Zot, prej çdo mëkati. Aleluja. Antifona 2. Krishti i barti në trupin e vetë mëkatet tona, mbi drurin e kryqit. Aleluja. Kënga sipas Jeremis profet, kapitulli 14. Ankesat e popullit në kohën e urisë dhe të luftës.
Koha u plotësua e mbretëria hyjit është ngjatë. Kthehuni e besoni Unxhilit. Lexojmë te Marku 1:15. Le të derdhin lot sytë e mi, natë e ditë e të mos pushojnë, sepse me ndrydhje të rënd u ndrydh virgjëra bia e popullit tim. me plagë të rëndë të pashërueshme, Nëse dal në fush, ja të ngrirë prej shpatës. e nëse hyj brenda në qytet, ashtë e lëkur të bërë prej urisë, Profet e prift enden në përvend, e më asgjë nuk marrin vesh, po a një mend krejtësisht e përbuze Judën? po aq fortun e verit Sioni, Përse ne aq na godite? sa të mos kemi shpresë shërimi, Prisnim paqen, por të mirë s'ka. ko shërimi dhe ja të merri, E pranojmë o Zot paullësinë tonë, mbrapshtinë e etërve tanë. po më katuam kundër teje, Mos na dëbo pash emrin tënd, mos e turpëro fronin e lavdisë sate. të bie ndërmend e mos e prish beslidhjen tënde me ne, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti i barti në trupin e vetë mëkatet tona, mbi drurin e kryqit. Aleluja. Antifona e tretë, ejani me gëzim para Zotit. Aleluja. Psalmi 100. Gëzimi atyre që hynë në tempull. Zoti bën që të shëlbuarit ta këndojnë këngën e fitores, thot Shën Atanasi. Toka mbalet i brohorasë Zotit, shërbeni Zotit me hare. Dilni para ti me brohoritje. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hyj, ai na krijoi e atij i përkasim. Jemi populli i ti dhe delet e kullotës së ti. Hyni në përdyert e tij duke i dhënë lavd, hyni në tremet e tij e këndoni himne. Lavdërojeni e madhërojeni emrin e ti. Sepse i mirë është Zoti e amshuar dashuria e tij. Nga breznia në brezni, besnikëria e ti. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani me gëzim para Zotit. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Efesianëve kapitulli 3 rreshtat 14 deri 19. I përkul gjojnët e mi para Atit, prej të cilit merr emrin e vet çdo atri në qiell e mbi tokë, që të dënjohet në saje të begatisë së lavdisë së vet, ju forcoj me anë të shpirtit të vet në fuqi për të mirën e njeriu të brendshëm, që Krishti të banoj në zemrat tuaja me anë të fesë, në mënyrë që të rrënjosur e të themeluar në dashuri, të mund ta kuptoni bashkë me të gjithë shetrit çka është gjerësia, gjatësia, lartësia dhe thellësia, e ta merrni vesh dashurinë e Krishtit që ka përcen çdo dije, kështu që të mbusheni me tërë plotësinë e hyjit. Përgjigja e shkurtër. Mbushe kishën me gëzimin e shpirtit. Aleluja, aleluja. Mbushe kishën me gëzimin e shpirtit. Aleluja, aleluja. Të rritët në dashurinë tënde dhe të përhapet. Aleluja, aleluja. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Mbushe kishën me gëzimin e shpirtit. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Krishti Jezus, që ishte i vdekur, u ringjall. Tash jeton në të djathën e hyjit dhe ndërmjetëson për ne. Aleluja. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli 1, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë. e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë,
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na bëj të mundshme të shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para Tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasti prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti Jezus, që ishte i vdekur u ringjall, tash jeton në të djathtën e hyjit dhe ndërmjetëson për ne. Aleluja. Lutjet e besimtarëve. Ti lutemi Krishtit që nëpërmjet shpirtit të vet bëri që në zemrat tona të jetë e plot jeta e re. Ti themi së bashku: Shpëtoje popullin tënd, o Zot. O Zot, që i njeh kufijt dhe varfrin e lutjes sonë. Bëj që të ndërmjetësoj për ne shpirti yt. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Dërgoje shpirtin tënd, dritën tënde të lumtur. Le të na ripërtri në përngjasimin e lavdisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Mos harro se jemi vepër e duarve të tua. Na shpëton nga tundimet e të keqit. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Na mëso që ti pranojmë me mirësi ata që nuk besojnë dhe ata që janë larg. Bëj që të sillemi ndaj tyre njerëzisht dhe përvojtrisht. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Aty që je në qiell, shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, o bëft vullnesa jote si në qiell, ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj, ti e lavdërove Krishtin dhe na shndrite me shpirtin shenjtë për të na hapur derën e amshimit. Po të lutemi që si pjesëtar të gjithë kësaj mirësie, të kemi fe më të gjallë e të shërbejmë me më gatishmëri. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të dashur vëllezër dhe motra, na ndihmoft kjo lutje, pa Zoti që nëpërmjet kësaj lutjeje të ecim edhe gjatë kësaj dite. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm Ati e Biri dhe Shpirti shenjtë. Amen.